Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut Tim Çomucunski ka zhvilluar sot takim me Fernando Mariano Sampredo Marcos, sekretar shtetëror për Bashkimin Evropian në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Bashkimit Evropian dhe Bashkëpunimit të Spanjës. Siç njofton nga ministria, në fokus të bisedimeve kanë qenë integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut dhe zhvillimet aktuale në procesin e zgjerimit të BE-s. Mucunski ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe parimore të Spanjës për perspektivën europiane të vendit, si dhe për përkushtimin e saj që zgjerimi të mbetet ndër prioritetet strategjike të BE-s. Mucunski theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë me Spanjën në diskutimet e ardhshme për të ardhmen e politikës së zgjerimit. Procesi i anëtarësimit duhet të mbetet i besueshëm, i parashikueshëm, i barabartë për të gjithë dhe i bazuar në merita me një synim të qartë përfundimtar, anëtarësim të plotë në BE, paralelisht me avancimin e formave praktike të integrimit gradual. Përveç Mucunskit, sekretari i Shtetit për Bashkimin Evropian të Mbretërisë së Spanjës, në takim ka pritur edhe zëvendësues kryeministri i parë dhe ministri për çështje europiane Bekim Sali, ku siç njofton nga atje, në atë takim është diskutuar për avancimin e procesit të integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zbatimin e agjendës së reformave, si dhe zhvillimet aktuale në kuadër të politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ministri Sali ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Spanjës ndaj perspektivës europiane të vendit, duke theksuar se ruajtja e kredibilitetit të procesit të zgjerimit është me rëndësi strategjike jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për stabilitetin dhe sigurinë të gjithë rajonit.